Eliona dhe Lundrime më pëlqejnë shumë, më pëlqejnë për edukatën, për qetësinë, për maturinë që kanë, të nxjerrim njerëz që janë shembull për të gjithë masën dhe jo të nxjerrim njerëz që janë toksik dhe në jetën e përditshme as që do t'i donim afër. Edhe vetë ke qenë pjesë e një eksperience si reality show si Big Brother, e ke shiju, kështu që po arrin pak a shumë me i ndjek të edicionet? Të dyja, po në Prime ose në YouTube, dhe me thënë kur e kam kohën e lirë, se me thënë vërtetën nuk është se kam kohë shumë të lirë, por për personazhe që më intereson, jam gjithmonë aty për të ndjekur videot ku ata kanë debate, kanë dinamika. Kush janë ata? Eliona dhe Lundrime më pëlqejnë shumë, më pëlqejnë për edukatën, për qetësinë, për maturinë që kanë. Unë e rrëzoj poshtë që nga një format i tillë duhet të dalin gjithmonë fitues njerëz toksik, njerëz që ulin të tjerët, njerëz që nuk janë altruist, njerëz që nuk bëjnë për të tjerët, sepse jeta nuk është kjo. Ai është vetëm një format që zgjat për një periudhë kohe të caktuar, por në jetën e përditshme nëse ne nuk kemi njerëz që na mbështesin, njerëz që na duan, por kemi njerëz që na rrëzojnë, njerëz që na ofendojnë, njerëz që na ulën, unë këta njerëz nuk i dua në jetë. Dhe vazhdoj ta potencoj që Big Brother nuk është një lojë, është një realitet i jetuar në atë format të mbyllur, të izoluar nga realiteti dhe nga ato ushqimet e përditshme që marrim ne nga familjarët tonë, nga shoqëria jonë, se edhe ne po të rrim një javë në shtëpi, të mbyllur, mos flasim me askënd, mos shohim televizor, të rrim mes 4 muajve, mendoj që do fillonim pak të dilnim nga vetja. Pra, kjo trysni që ushtrohet ndaj këtyre personave që është në këtë format, dhe nxjerr më të mirën e atyre personave, unë këta persona i dua në finale, i dua fitues. Persona të tjerë që transformohen për shkak të një çmimi, për shkak të një loje, për shkak të një presioni, qoftë i formatit, qoftë i njerëzve jashtë, artistët kanë shumë për të humbur aty brenda. Një gjë që unë e kam pas gjithmonë parasysh kur jam futur në Big Brother, i kam thënë Ariola, 7 vjet e ke ndërtuar karrierën tënde me lot sakrifica, se publiku nuk i shef këto, publiku shef vetëm shkëlqimin. Mos harros si e ke ndërtuar ti veten, mos harros që e ke ngritur veten, po themi nga hiçi, nga askundi, mos harro që ti ke një jetë që të pret atje jashtë. Do të thënë, unë jam trembur gjatë nxehtësisë që më karakterizon, vendit nga ku jam rritur. Tani le të themi tropojanët janë shumë gjatë nxehtë, po janë njerëz të besës, janë njerëz të dashur, këtu po e fuz veten brenda, janë njerëz të përkushtuar, janë njerëz altruist dhe di të nxjerr më të mirat e vetes time për të tjerët. Dhe mendoj që ka ardhur koha që nga ky format të nxjerrim njerëz që janë shembull për të gjithë masën dhe jo të nxjerrim njerëz që janë toksik dhe në jetën e përditshme as që do t'i donim afër.